Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 4 qershor dhe Kisha Ortodokse. Në këtë ditë na afron të lexojmë nga Ngjiti sipas Johanit, kapitulli 10, vargu 1 deri në vargun 9. Le ta lexojmë këtë pjesë të Ngjitës sipas Johanit, ta komentojmë sipas setrave. Në të vërtetë un po e them, ai që nuk hyn në përder të vathës së deleve, po ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhë dhe kusar. Kurse kush hyn në përder është bariu i deleve. Ati i hap portieri derën, pra delet e dëgjojnë zërin e tij dhe ai thret delet e tij me emër dhe i prin jashtë. Dhe pasi kanë nxjerr delet e tij shkon para tyre dhe delet e ndjekin sepse njohin zërin e tij. Po nuk ndjekin asnjë të huaj, por do t'ikin larg tij sepse nuk e njohin zërin e të huajve. Jesu i tha atyre këtë shëmbulltyr, por ata nuk e morën vesh për çfarë po fliste. Prandaj Jesu i tha atyre përsëri: Në të vërtetë, po e them, unë jam dera e deleve. Të gjithë ata që erdhën para me janë vjedhës kusar, po delet nuk i kanë dëgjuar. Unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet, do ty do të dalë e do të gjej kullot. Pra, kjo është pjesa që lexojmë sot nga Ngjiti sipas Johanit, kapitulli 10, vargu 1 deri vargu 9, dhe ta interpretojmë varg për varg sipas mësimit të etërve. Dhe shikojmë në vargun e parë ku na thuhet: Në të vërtetë, un po e them, ai që nuk hyn në përder të vathës së deleve, po ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhë kusar. E para, shikoni se Krishti përsërit fjalën në të vërtetë. Kjo ndodh për shkak të seriozitetit të fjalës tij, që nuk është relative, por është absolute, por për treguar dhe misterin e personit tij, që është një person në dy natyra hyjnore njerëzore. Pra, ai flet edhe si perëndi edhe si njeri i përsosur, me autoritet hyjnor dhe njerëzor. Kështu që fjala e tij është absolute. Por le të flasim edhe për pjesën tjetër të vargut. Ai që nuk hyn për derë të vathës së deleve, po ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhë kusar. E para, Krishti është duke folur me shëmbulltyra dhe ai po përdor diçka që është e natyrshme, ashtu si janë barintë me delet, vatha edhe diçka tjetër, ose stani, si mund të themi, por këto kanë lidhje me ne besimtarët. Si në atë kohë dhe në kohën e sotme. Delet janë gjithmonë besimtarët dhe vatha është tempulli ose kisha. Dhe pse besimtarët quhen dele nga Krishti? Quhen dele sepse delet janë kafshë që kanë nevojë për përkujdesje, nuk kanë një mbrojtje natyrore, duhet patjetër një mbrojtje që vjen prej njeriut, dhe janë dhe kafshë budallaqe, mund themi, sepse ato mund të udhëheqin njëra tjetrën drejt një gremine, kështu që kanë nevojë për një bari që t'i drejtoj rrugën ose dhe t'i ruaj. Prandaj edhe ne besimtarët, njerëz, jemi patjetër të lidhur me Perëndin, ose duhet jemi lidhur me Perëndin, sepse pa Perëndin ne nuk kemi mbrojtje dhe kemi nevojë të ndriçohemi nga Perëndia. Dhe kjo ndodh nëpërmjet përfaqësuesve që dërgon Zoti në tokë, siç ishin profetët, por tani flasim për personin Jezu Krisht, që është bir dhe fjala e Perëndisë, që është bir njeriu. Dhe ai është tashmë bariu i vërtet i deleve, i besimtarve. Shënjëra Gojarti thotë se dera, pra ku ngjiten në vallë të deleve, është rruga e ligjshme dhe e vërteta e Perëndisë e mishëruar në Krishtin. Pra Krishti në mënyrë është vetë dera, fjala e tij, vepra e tij. Askush nuk mund të shkojë në vath, askush nuk mund të shkojë në bashkim me Perëndin pa Krishtin. Kush kërkon të udhëheq popullin pa autorizimin e Perëndisë është mashtrues, ashtu siç shfaqeshin edhe mësuesit e ren para Krishtit, mbas Krishtit, por edhe në kohën e Krishtit. Dhe Shën Agustini e sheh vjetësin si ai që kërkon lavdi, pushtet ose përfitim personal në vend që të kërkojë shpëtimin e shpirtrave. Dhe këtu Krishti ka fjalë në për gjithë ata profetë të rem, por dhe për gjithë ata që në kohën e Krishtit ishin kundër atij dhe kërkonin lavdinë e tyre dhe të përfitonin nga besimtarët. Ata quheshin vjedhësit e shpirtrave, dhe sot janë profetët e rem, ose të gjithë ata predikues ose ndikues që vendosin veten në qendër dhe jo Krishtin. Fatkeqësisht ka njerëz të cilët e keq përdorin statusin që jep kisha ose të drejtën që jep kisha për të bekuar, për të mësuar popullin e Perëndisë, për drejtuar, dhe këta çfarë bëjnë? Nga egoizmi i tërheqin njerëzit
në veten e tyre, pra sipas interesave të tyre, për lavdinë e tyre dhe jo për t'i çuar tek Zoti, tek institucioni. Por le të flasim edhe për vargun e dytë. Kurse kush hyn në përder është bariu i deleve. Etri thon bariu i vërtet është para se gjithash Krishti, e tham atë, dhe çdo bari i kishës që edhe ne e njohim për shembull me status të ndryshëm si kryeprift dikush tjetër, pra janë ata që shërbejnë në emër të Krishtit dhe sipas mësimit të tij. Autoritetin e bariut e ka vetëm Krishti, por të tjerët shërbejnë në emër të Krishtit, do të janë të dërguar nga Krishti. Prandaj dhe neve i nderojmë barinë njerëzor, pra kryeprifterin dhe prifterin, sepse ata janë ambasador të Krishtit, kanë autoritetin e Krishtit për të bekuar, për të mësuar, për të shenjtëruar popullin e Perëndisë. Udhëheci i mirë nuk sundon, por shërben, ai hyn nga dera, pra me drejtësi, porositë dhe dashuri sipas fjalëve, veprave dhe modelit të Krishtit. Le të flasim dhe për vargun e tretë. Atij i hap portieri, pra derën, delet e dëgjojnë zërin e tij dhe ai thret delet e tij me emër dhe i prin jashtë. Në këtë varg, sipas Shën Agustinit, portieri është shpirti i shenjtë, i cili hap zemrat e njerëzve për të njohur Krishtin. Delet janë, siç thamë, besimtarët që pranojnë fjalën e Zotit. Dhe marrëdhënia me Krishtin është një marrëdhënie personale. Ai njeh njerëzit me emër. Dhe të njohësh një njeri me emër nuk do thotë thjesht të dish emrin, por të njohësh personin e tij. Dhe nuk i sheh si një turm anonime. Krishti nuk na sheh neve si shifra, por si persona. Kjo është dhe detyra e kishës, sa që ne vim në kishën ortodokse, ne thirremi jo me numra, por thirremi me emra, edhe kur kryejmë misteret e kishës. Çdo mister, si misteri i pagëzimit dhe çdo mister tjetër, e misteri i kungimit, janë mister që kryhen në emrin e besimtarit. Pra, për treguar se Zoti na njeh me emër, na do në mënyrë personale dhe vepron me ne në mënyrë personale. Pra, shikoni se kisha jep dinjitet çdo qenie njerëzore dhe nga një individ, nga një pjesë e turmës e bën një person. I jep një emër dhe ja njeh këtë emër, ja respekton këtë emër. Por le të flasim dhe për vargun e 4. Dhe pasi kanë nxjerrë delet e tij, shkon para tyre dhe delet e ndjekin sepse njohin zërin e tij. Krishti nuk i shtyn delet nga pas, por ai ecën përpara duke dhënë shembull. Ai i paraprin njerëzve dhe njerëzit janë ata që i bindën Krishtit. Pse i bindën Krishtit? Sepse ishte vetëm Krishti i cili bëri të mundur shpëtimin e njerëzve, me anë të bindjes së tij, përurësisë së tij, zbrazjes së tij, vuajtjes së tij vullnetare, kryqëzimit dhe ngjalljes së tij. Pra, vetëm Krishti është ai që mund të shpëtojë një qenie njerëzore nga mëkati, djalli dhe vdekja, askush tjetër. Kështu që çdo kush që paraqitet si Krisht ose si shpëtimtar, një Krisht i rem, përveç Zotit Jezu Krisht, që është bariu i vërtet i deleve, i besimtarve. I krishteri nuk njeh thjesht rregulla, por ai duhet të ndjek personin e Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse edhe kisha, që është trupi i Krishtit ose vatha ku mblidhen delet besimtarët e Krishtit, jep rëndësi të veçantë njohjes personale me Krishtin. Pra, nuk thjesht zbatojmë në kishë disa rituale, rite, të cilat janë të nevojshme, por të gjitha këto na çojnë në një takim personal me Krishtin, ashtu si ai na njeh personalisht, dhe neve duhet i drejtohemi atij në mënyrë personale. Pavarësisht se mund të themi kisha ka një adhurim të përbashkët, duhet dim se kemi nevojë edhe për një takim personal me Krishtin. Kjo është arsye që përveç adhurimit të përbashkët të komunitetit, ne duhet të gjejmë edhe kohë për të folur personalisht me Krishtin, ashtu siç na ka mësuar në një vend tjetër të Ungjillit që mbyllun në dhomën tënde, pra në zemrën tënde ose në një vend larg njerëzve dhe lutju Perëndis. Pra, kemi nevojë për një takim personal me Krishtin. Vetëm kur kemi një takim personal me Krishtin, ne e njohim atë ashtu si ai na njeh ne në emër dhe vërtet funksionojmë si qeliza të gjalla të ose si themi si dele të zgjuara shpirtërisht ose dele me personalitet. Pra, besimtar me personalitet, jo thjesht
tradicional, po besimtar të vërtet që na njeh Perëndia dhe e njohin Perëndin në emër. Le të flasim edhe për vargun e 5. Po nuk ndjekin asnjë të huaj, por do t'ikin larg tij, sepse nuk e njohin zërin e të huajve. Tashmë Krishti është duke folur për besimtarë, pra. Delet thamë janë gjithmonë simboli i besimtarëve. Zërit e huajve janë doktrinat e rreme, mësimet që largojnë nga Ungjilli, siç ishin në kohën e Krishtit, ata mësimet e farisejve, skribëve, por edhe mësimet e heretikëve të mbas Krishtit, ose profetëve të rrem. Shpirti i formuar në të vërtetë ndallon me zërit e Krishtit dhe zërave mashtrues. Krishti lajmëroi kujdes se do vinë shumë krishterë të rrem, profetë të rrem, mos i dëgjoni. Dhe kjo është vëmendja që duhet kemi ne delet shpirtërore, pra besimtarët. Nuk duhet të pranojmë çdo lloj bariu që shfaqet si shpëtimtari ynë, si kujdestari ynë ose mbrojtësi ynë. Por duhet të shikojmë nga vjen. Është i Krishtit, përfaqësuesi i Krishtit, përfaqësuesi i kishës Krishtit, apo thjesht thotë që jam një bari, pra mund marri edhe të hedhi mbi vete në mënyrë figurative një gunën e një bariu, por mund të jetë dhe një ujk, i veshur si dele ose i veshur dhe si bari. Ujqër të veshur me lëkura dele, thot Zoti për eretikët. Prandaj duhet kemi kujdes. Në këtë botë sot ne kemi shumë informacione, por pyetja kryesore është, a përputhet kjo me ungjillin e Krishtit? Edhe duhet kemi kujdes si besimtar, sepse sot për fat të mirë, po dhe për fat të keq, varet si e përdor, njerëzit kanë shumë akses për të mësuar për informacion. Por çështja është duhet të di si ta përzgjedhësh të informacion, se jo çdo gjë që serviret është një informacion i saktë, autentik, i Krishtit. Por duhet kemi kujdes se mund të jetë edhe i antikrishtit ose i këtyre vjezëve dhe kusarve, pra profetëve të rrem, heretikëve flasim. Vargu i 6 na thot: Jesu ju tha atyre këtë shëmbulltyr, por ata nuk e merrin vesh për çfarë po fliste. Zoti Jezu Krisht përdorte shpeshherë shëmbulltyra për disa arsye. Shëmbulltyrat ishin edhe një mënyrë për të folur në atë kohë, pra njerëzit ishin më të vëmendshëm kur dikush fliste, dhe kishin fjalët e tyre kishin kuptim më të thellë, nuk janë si sot, që janë janë të shpejtë në të folur dhe të vonuar në të kuptuar, por njerëzit më përpara e vlerësonin fjalën. Por shëmbulltyra kishte një karakter tjetër që flisje në atë formë që mos të flisje një mesazh drejt për drejt, edhe për të ruajtur edhe veten ose për mos krijuar një skandal, sidomos dhe të kundërshtarët. Prandaj edhe Krishti fliste me shëmbulltyra për këto arsye, që t'i vinte njerëzit në punë, mendonin, por dhe për të ruajtur nga armiqtë që e ndiqnin për fjalët që do i thoshte, që ta kapnin në fjalë pra. Në këto, pra ai po fliste, por ata nuk kuptonin. Verbëria shpirtërore nuk vjen nga mungesa e inteligjencës, por nga zemra e mbyllur ndaj të së vërtetës. Dhe këtu e ka fjalën për ata që ishin kundërshtarë të Krishtit, dhe ata shfaqeshin si mësues, pra ishin farisejt, ishin skribët, por që në të vërtetë ata kishin një zemër të mbyllur dhe nuk i kuptonin shëmbulltyrat e Krishtit. Njeriu sot mund të dëgjojë fjalën e Zotit shumë herë dhe prapë mos e kuptojë nëse nuk është i gatshëm t'i bindet. Kjo na ndodh shpeshherë edhe neve, se kur lexojmë dhe Ungjillin ose kur dëgjojmë një predikim, ne më tepër e shikojmë këto si fjalë retorike dhe jo si fjalë të cilat na janë drejtuar ne dhe që ne duhet i bindemi. Dhe gjithë sekreti i kuptuarit nuk është ta vësh mendjen në punë, pra të punoj logjika. Duhet të hapet zemra dhe duhet të përulet shpirti, të bindesh, atëherë pra do të kuptosh thellësinë dhe misterin e fjalës së Zotit, sepse ajo do bëhet tek ty. Por lexojmë më poshtë, jemi në vargun e 7 ku na thuhet: Prandaj Jesu i tha atyre përsëri: Në të vërtetë, po ju them, unë jam dera e deleve. Kështu që Krishti për t'ia dhënë një mundësi tjetër të gjithë atyre që nuk po kuptonin shëmbulltyrën e tij, sepse nuk po donin, ai del drejt për drejt. Unë jam dera e deleve. Shën Agustini thotë, Krishti është bariu dhe dera. Pra ai është bariu që na udhëheq, po dhe dera nëpërmjet të cilit kalojmë, nëpërmjet Krishtit kalojmë. Dhe këtu e kemi fjalën edhe për misteret e kishës, misteri i pagëzimit, që është një mister hyrës që nga jashtë hyn brenda, si duke u bashkuar me vdekjen e gjalljen e Krishtit, pra është misteri i pagëzimit. Dhe askush
nuk hyn në jetën e përjetshme pa kaluar nëpërmjet tij. E tha Krishti, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, askush nuk shkon te Ati vetëm nëpërmjet meje. Pra, nëpërmjet Krishtit dhe me anë të Krishtit ne shkojmë tek Perëndia. Nuk ka rrugë tjetër, çdo rrugë tjetër është një rrugë e gënjeshtër ose rrugë e vjetësve dhe kusarve, pra ata që duan të vjedhin shpirtra, jo të shpëtojnë shpirtra, dhe këtu e kemi fjalën për heretikët. Shpëtimi nuk gjendet në ideologji, filozofi apo fuqi njerëzore, por në marrëdhënie me Krishtin si vetmi shpëtimtar. Çfarë thot dhe apostulli në librin e veprave? Nuk ka emër në qiell dhe në tokë që është të njerëzimit për shpëtuar veçse emri i Jesu Krishtit. Kështu që në qoftë se ju dëgjoni forma tjera për shpëtim ose emra tjerë, gjithë janë forma dhe emra të gënjeshtër, janë vjellës dhe kusar dhe jo bari të vërtet. Dhe le të flasim edhe për vargun e 8. Në vargun e 8 na thuhet të gjithë ata që erdhën para meje janë vjedhës dhe kusar, po delet nuk i kanë dëgjuar. Pra, në këtë varg Etri thon, kjo nuk i referohet profetëve të dhjatës së vjetër, por të gjithë atyre që kundërshtuan Krishtin ose dështuan për ta pranuar Krishtin. Pra, Krishti ishte duke folur atyre të cilët e përgënjeshtronin ose e kundërshtonin fjalën e Krishtit tek populli, siç ishin skripët dhe farisejt ose kryeprifërinjt, që në fund ata u mblodhen gjithë bashkë dhe e akuzuan Krishtin si blasfemus dhe si them e nxitën popullin për të bërë atë krim të pashëmbull që ta çonin Krishtin në kryq. Për këta po fliste Krishti. Por këta sot janë të gjithë profetët e rem ose heretikët, të cilët edhe pse ka një petk fetar ose një shpëtimtar, prap janë mashtruesa. Pra, Krishti u referohet atyre që pretenduan autoritetin shpirtëror, por pa qenë të dërguar nga Perëndia. Sot çdo ide që zëvendëson Krishtin si qendër të jetës shpirtërore dhe si shpëtimtar bëhet një zë i huaj, që ne delet shpirtërore të Perëndisë, ne të krishterët ortodoks nuk duhet ta dëgjojmë. Pra, nuk duhet fare si them të kthejmë veshin ose shikimin ton, por duhet largohemi me të shpejt me neveri dhe si them me kundërshti absolute, sepse aty kemi patjetër me një kurth të ligut ose me një shërbëtor të djallit që vjedh shpirtra ose kusar që grabit shpirtra dhe i çon ato patjetër në humbje. Dhe le të flasim dhe për vargun e 9, që është vargu i fundit për sot. Unë jam dera, nëse dikush hyn nëpërmjet me, do shpëtohet, do të hyjë, do të dalë, do të gjej kullot. Si të kuptojmë këto vargje? Etri thon do të hyjë, në kupton hyrjen në bashkësi me Krishtin. Pa Krishtin ne nuk hym në trupin e Krishtit, në kishën e Krishtit, do të dalë, tregon lirinë shpirtërore dhe pra ai hyn nga bota te Krishti dhe del në liri. Pra bëhet një qenie e lirë. Më përpara ishte një qenie skllavëruar nga egoizmi, nga mëkati së gjyshor, mëkatet personale, nga padituria, herezia gjitha. Por në Krishtin ai fiton lirinë shpirtërore dhe do të gjej kullot, simbol i hirit, fjala e Perëndisë dhe jetën e përjetshme. Kjo gjendet sot, kjo kullot shpirtërore ku gjendet? Gjendet në kishë. Kisha pra është vendi i kullotës, atje gjem fjalën e Zotit, fjalën e kulluar të Zotit, interpretimin e saktë të fjalës së Zotit. Dhe ku gjem hirin, kisha është vendi ku është hiri, dhe kisha ortodokse është hir plote, e ka të plot hirin. Pra aty pra në vathen e Krishtit, në kishën e Krishtit, ne delet shpirtërorët e Krishtit, besimtarët, jemi me Krishtin dhe atje gjejmë gjithë përmbushjen tonë si qenie, ashtu si një dele gjen përmbushjen kur është në një kullot të gjelbër edhe në një vath të rrethuar ku nuk ka rrezik. Krishti nuk përfiton vetëm shpëtim pas vdekjes, ai jep ushqim shpirtëror, siguri dhe drejtim që tani pra, që në këtë jetë Krishti na ka premtuar atë kullotën e hirit dhe përmbushjen e fjalës Perëndisë tek neve. Pra, këtë e përjetojmë në jetën misterore të kishës ose në dëgjimin dhe interpretimin e shkrimit të shenjtë, që autoritet për këtë interpretim e ka vetëm kisha dhe po flasim për kishën ortodokse. Sipas etërve të kishës, duke bërë një përmbledhje,
Ky tekst na fton të bëjmë 3 gjëra: të njohim zërin e Krishtit përmes lutjes, shkrimit shenjtë dhe jetës misterore të Kishës, të mos ndjekim zëra që premtojnë shpëtimin pa Krishtin, dhe e fundit të kemi besim se Krishti është njëkohësisht bariu që na udhëheq dhe dera që na çon në shpëtim. Dhe fjala qendrore e këtij pasazhi, delet e njohin zërin e tij. Pra, pyetja është që na del nga ky tekst, cili zë po ndjek unë çdo ditë? Po ndjek zërin e Krishtit, të bariut, apo të një bariu tjetër, të një Krishti të rem? Prandaj duhet të kemi kujdes, sepse një është bariu i vërtet, të tjerët janë bari të gënjeshtër, flasim për ata që nuk bin në emër të Krishtit dhe të Kishës së tij. Mendoj, të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ta mbyllim këtu edhe bisedën për sot, por takohen në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.